Presidenti Truman insiston të intensifikohet veprimtaria kundër komunizmit. Kam përgatitur një material hollësishëm mbi situatën në Shqipëri, si dhe mbi veprimtarinë e zbulimeve të ndryshme kundër qeverisë Tiranës. Në Shqipëri duhen hedhur dhe aktivizuar njerëz me autoritet dhe të pakomprometuar. Në një raport me situatën në Shqipëri shkruar më 25 gusht 1944 nga misioni ynë atje thuhet: vendi është i ndarë në sfera influencën mbi bazën Toz-Gate. Aleatët duhet të japin mbështetjen e tyre morale dhe ushtarake. Ata duhet të ndalojnë lëvizjen nacional shqiptare të pushtojnë me forcë qytetet e veriut që mbahen nga nacionalistë. Ideja juaj për të dërguar në veri një emisar me influencë të ish mbretit Zog do të bënte që populli aty vendit të egër të shkonte pas dhe të hidhej në kryengritje të armatosur kundër komunizmit. Situata në Shqipëri është kryesisht në favorin tonë, sër. Prishja e shqiptarëve me jugoslavët na jep mundësi të intensifikojmë veprimet për ta hequr nga duart e bolshevikëve pozitën e mrekullueshme strategjike të atij vendi. U konkretizuan përpjekjet për të organizuar një qeveri shqiptare në mërgim. Kohët e fundit krijuam Komitetin Shqipëria e Lirë, i cili po vepron në mënyrë tepër intensive. All right, nisuni për Kairo. Të bëni të pamundurën për të sheshuar kontradiktat që ekzistojnë në emigracionin shqiptar. Ato dalin në plan të dytë përpara detyrës që ushtrohet aktualisht. Tani janë të gjitha mundësitë që ta rrimerrni fronin. Gjithashtu edhe energjitë nuk ju mungojnë. Energjitë jo, por mjetet. Edhe mjetet do t'i keni. Nga ju kërkohet të na vini në dispozicion njerëzit tuaj më besnik. Ky është Vesel Shahini, në gardën e oborit zë një post të rëndësishëm. Është besnik i familjes mbretërore, mik i afërt me princeshët. Ka autoritet në krajinë e tij. Ahmet Zogu na propozon gjithashtu edhe Qamil Boronicën, kapiten në gardën e oborit. Gjatë regjimit mbretëror në Shqipëri nuk pati në një post të rëndësishëm për shkak të nivelit mediokër të tij. Ndërsa rrethin miqësor në vendlindje e ka më të gjerë se Veseli. Ai atje është Refik Milaga. Gjatë luftës ka punuar në gjandarmeri, specializuar nga italianët si radist. Ka qenë në kampet e migracionit ku ka kryer mjaft shërbime. Frau Elga kujdeset shumë për të. Familjen e kanë në Shqipëri. Veseni dhe Qamilin do i largonin nga obori me një pretekst, Mike. Si urdhër. Ata do të shkojnë për të administruar pronat që Zogu bleu në Amerikë. Bukur. Mbreti vënë në dispozicion deri në Paris si shoqëruese motrat e tij. Marrëdhënia dimtime mes Veselit dhe princeshave njihen në obor. Dhe udhimi bashkë me të do jetë një mjet i mirë maskimi. Nisjen tuaj për në Shqipëri nuk duhet ati askush. Miqtë e vjetër do ju vënë kontakt me forcat kryesore nacionaliste që veprojnë në Mali. Do mbani lidhje me organizatën antikomuniste Fronti i Rezistencës, si dhe me persona që kanë shërbyer në misionet tona dhe angleze në kohën e luftës. Që të organizoni dhe të krijoni të përgojmë edhe njerëz të tjerë të përgatitur që të ju ndihmojnë në çështjen tuaj. Drati. Në brezin e but u konstatuan 7 gjurmë. Mbas disa orësh në rajonin e Poksaj piramide. Këtë herë nga brenda jashtë. Shkapu nuk dihet. Se janë parë 5 njerëz të armatosur që fshihen në pyll. Në mbrëmjen e 4 majit, një avion i pa identifikuar shkel hapësirën tonë. Vjen nga deti, fluturon drejt veriut, kthen kurs për në jug. Të nesërmen e fluturimit nga fshatarët e malin e Lenjes, u gjetën fletushka kundër nesh dhe parashuta që kanë furnizuar një band nga ajri. Dhe së fundi më 4 maj pelengimi ynë kap disa transmetime. Qendra ndodhet jashtë kufirit. Nga gura si u transmetua përsëri? Po. Si përfundim them se kemi të bëjmë me fakte që tregojnë për lëvizjen e një bande drejt thellësisë së vendit. Jetë një bande? Mendoj se po. Furnizimi i bandës nga ajri tregon se kjo nuk merr kontakt me njerëz. Brenda këtyre ditëve, duke udhëtuar vetëm natën, mund të përshkojmë gjithë këtë teren. Pra aty banda po qëndron më gjatë. Nisuni me njerë në Guras dhe më informoni mbi gjithçka.
Zoti Vesel deri këtu që detyra ime. Tash jenë krajinën tënde. Jo prif të mara. Pushkën e pasket mirë, Daj Murat. A Gjermane, partia e paramatos gjithë popullin me pushkë, të pas daja. Oj, Nurie! Erdha. Na shot hami ka shat bukë. Mirë mbrëma armik. Desha të zotin e shtëpis. I zoti këtij konakut janë vetë për t'i urno, bujrum. Faleminderit, po jam për larg. Desha mira shkurt shtekut për lajthisë se kam një mbledhje qeverie. Heo, po ti pritë shok sa të vishme të përcjellje mos humësh rrugë. Kafni kriminalë! Përshkrimi që i bën Murati mikut, i njët Vesel Shahini. Kanë kaluar 12 vjet që baraktari Zog Gisush du nga Shqipëria. Si spjegove që shkojnë brënd tek Murati? Po ai nuk shkoi tek Murati, por tek Aqibdeu. Murati ka luftuar kundër okupatorit. Shtëpinë ja dogjën gjermanët. Dhe tani banon te konaqet e Beut të dikurshëm të vrarë në përpjekje me partizanët. Atëherë del se Veseli nuk e njeh mirë gjendjen. Dhe se nuk ka hedhur rënja akoma. Ka shumë mundësi. Nga qendra na njoftojnë se është kapur një transmetim nga kaptina e vogël. Pra Gurës, Lajthiz, kaptin e vogël. Këtu po vërtet u i vjetër. Nuk duhet haruar pozita e Vesel Shahinit e Pallatin e Zogut. Si duket zbulimi huaj sy në lart. Bandës duhet i krijojmë situatë të qetë. Kështu do të arrijmë kushtet që na nevojiten. I pas kanë prish njerëzit komunistat. Kanë shkelmi zakonet e bukura të shqiptarit. Ulluni pre burra. Keni shpëtuar mirë. Murati është njëri rrezikshëm. A ka forcat mjekës në fshat? Jo. Janë vetëm ata të njësitit. Si mbritet deri këtu, zotni? Kemi udhëtuar shumë. Njerëzit tanë janë mirë. Për ku e ke fjalë? Ku janë Prenga, Alibeu, Major Kaplani, Leshi, tanët pra? Prenga dhe Kaplani u vranë për pjekje me këta. Kurse Leshi dhe Alibeu janë në burg. Po burrat në male. Keq, zotni. Janë hallakat. Nuk i pret kush. Si nuk i pret? Ata për ju luftojnë. Unë shpesheru kam dhënë bukë, por njerëzit tanë kanë frikë. Duhet marrë lidhje me ta. Të bashkohen të banë gati. Ej. Kërkojnë informata me gjallje në këtu. Baba, kurdi me cenin ashtë. Merhaba. Kapitan. Si e kapitan Vesel Shahini? Si jep një trim pas këndet kur të shkani. Arsenio, nuk të kujtohet. A jece? A je, kapitan. Janë të mi të refit Milaga. Toke me ta. A Erli, mirë se na keni ardhur. Mirë gjë.
Mirë se ardhur. Ju shoh mërzitën o miq. E po puna e hallet, kapitan. Si është në Armonia? Si molla. Na ka çuar të shpëtojmë nga mërtaja e komunizmit. Por edhe ju duhet lëvizni. Gati na ke. Ke qenë trim kurt e kështu po t'jej. Edhe ty i cen gjardar të fort kam lënë. Ta kemi borxher, kapitan. Tash jemi lidhur me miq të fort. Amerikani do të na hedh armë, municione, veshje dhe çdo gjë e nevojshme. A keni lidhje me trimat e avniut? Si unë. Veç a I burra shkeq. U ka hy krymi. Të mrekullosh një takim me te. Nesër do të taku dhe Saidi. I thoni se të kërkon Vesel Shahini. Një tjetër. Të gjatë. Si e ke punë? Ka ardhur një mik. Vesel Shahini të kërkon. A jenë vete? Të pret sonde. Sonte s'kan masi mundësi. Njeri është ky Seidi, kapitan. Familje e mirë. Alibeu vlla I tij ka qenë oficer kreshnik. Më të zotë që ka pas mbreti. Ti se një. Njerëzit ndryshojnë. Jo kësaj. Jam informuar për te. Jemi të sigurt. Po përhapem. Po për këtë kemi ardhur. Para 3 ditë që shuam fjalë. Ai servi. Pra është I matur. Dhe deri tani asgjë s'ka lëviz drejt nesh. Si po e shon? Njerëzit e qeverisë nuk më afrojnë, por dhe për të ngacmuar jo. Aliun, si e kam? U bën 2 vjet që nuk kam shkuar tash. Si kështu? E kam porosi. Nga kush? Nga fronti rezistencës, pra. A është e fort organizata? Sikur ndonjëherë, kapetan. Tash që erdhe zotënia juaj, besoj se shumë I lodhur po më dukesh. Kemi u të gjatë. Nalë madhënia, si është? I fort, besa. Në 13 shtete kam qenë mas ti. Halladju qoftë, kapetan. Do t'ja dim për jetë vetë. Mjaft për ollën. Ka ardhë koha të kthehemi. Po për këtë duhet punë. Duhet ngrit njerëzit. Fillim ju. Ju jeni ai ka komit. Pastaj friksumit, gënjimit. Kur ta bëm punën vi, japim kushtrimin. Aq do Amerika. Do të nizet si në Kore. Ta farojmë komunizmin. Dal për hajër, kapitan. Të njoftosh kërët e tu të bëhen gati. Lëvizin. Ka ardhë koha. Mora vesh për atë që ndodhi në shtëpinë e Qivbeut. S'ke që bën. Mirish gjendja që nga ndryshe nga që na thamë. Terrori I kuq I ka tem njerëzit morbir. Do t'i qërojmë hesabet me ta sapo të vinë fuqi. Të muret e kësaj tyrbe do t'a varë. Dëgjoj, apo në nëndë në Tiranë major Neziri e kapiten Perikliu. Para ca muesh atje ishim. Duhet me I taku, t'i aktivizojmë. Janë besnik në atë madhnisë. Të shkoj unë? Do hap dyshime. Përse? Për t'i vllaju e di. Kush tjetër atëherë? Më mirë se ti s'ka kush e bën. Njihesh me ta. Atje ku ju vini këmbën, unë do të vë kokën. Veç më fali që po ju a them, por si shumë jeni të koprapur.
Do të merri veten me qafë, pa le çështje e madhe që po të mtohet. Ruaju, kapetan. Burra si ju, duen kombit. Heba, jo si e? Faleminderit, mirë. Që ku Gjorgji? Sa dish? Mirë. Faleminderit. Ka sa di. S'kemi. Bazën kryesore shoku Gazmende kanë lartë te teqja e Babanekivut. Po. Në telegramin e fundit e transmetuar nga Gurasi në orën 21. Pranë atij fshatin ndodhet edhe teqja. Cili të jetë misioni i tyre? Dihet shoku major. Si gjithnjë. Të krijojnë kushtet për një lëvizje të armatosur. Dhe kjo shërbej si pretekst për ndërhyrje nga jashtë. Tani jemi në gjendje zbulojmë lidhjet e bandës. Kjo nuk mjafton. Duhet e izolojmë. Të vijmë plotësisht në kontrollin tonë. Për këtë mendoj të shfrytëzojmë radistin e bandës. Ai është dyshues dhe tepër i kujdesshëm. Përse të mos i arrestojmë? Në asnjë mënyrë. Duhet të mësojmë gjithçka për të. Po t'i arrestojmë u nxjerrim në tusi. Jo. Sa më shumë të mësojmë tani, aq më lehtë do të bëjmë me tusinë e tyre. Të ruajmë perspektivën e punës me ta. Theo. Thikën e pas këtë bukur, kapetan. A do të përësis një për ty, Acen? Faleminderit, kapetan. Qendra do të bëjë zbarkime me 7 muaj tjetër. Materialet që do sjellin janë parashikuar vetëm për ju. Ar dhe peshqeshe. Informatat e tuaj transmetuam. Qendra është e kënaqur. Detyrën, kapetan. Bukur. Dëgjoj tash. Major Nezir dhe kapiten Perikliut do t'i thuash që të vinë të takojnë këtu. Insisto për këtë. Siguron. Rrugën e mbar. Ja tjeta. Tjeta cen. Një tjetër, si. Atë e mirë, burra. Natën e mirë. Natën e mirë. Ky është më i sakti. Mendoj që lidhet me tjerët i majmë vetëm nëpërmjet tij. Merë të kesh për rrugës. Dikur Neziri banon të këtu. Tani ka ndruar banesë. I kemi mbajtur në kontroll. Por deri tani asgjë dyshim në veprimet e tyre. Neziri ka një djalë ushtar. Ja kemi transferuar në rrethin tuaj. Kështu që do të vi koha dhe do të takohesh me të. Djalë mamia të banë selam e të falshmet. Zoti i dha shtymër. A e keni vështirë, burra? Besa boll. Si që qef dhe vetë. Duhet me duru. Tash jemi lidh me miq të fortë, me Amerikanin. Me datë 7 muaj tjetër do kena zbarkim. Armë, veshje dhe ushqime. Të faleminderes. Veç, ju duhet me qenë të bashkuar. Tash që erdhi zotnia ju i bashkimi është i mundshëm si tekja.
do t'ju bashkëthirë gjithë qetave që janë të hallakatura. Njerëzit duhet fillojnë nga puna organizume. Vrasje njerëzish me pozit, djegje, hedhjen e objektësh. Vetëm kështu do t'i vi zemra në vend friksume. Si urdhëron, kapitan? Burra! Mreti më ka caktuar me detyrën e shenjtë me i ngrit njerëzim kam kundër komunistave. Erdhi pra sahati me e derdh gjakun për Augustin ton. Gati na ke kapitan Vesel Shahini. Mos u bëj merak, se me Moratin kam 2 hesapet vjetra për t'la. Kapitan Vesel Shahini do gëzohet shumë. Jash na bani zotnia juj. Thash me njerëz si Murati do të lajmë sa vetë më vonë. Nuk e në ardhur për të vrarë njerëz pa rëndësi. Me këtë që bëhet ju, e të mtu çështjen. Kena fituar asbrinë e një fisi. Ju porosis. Asnjëri të mos bajnë kokë vetë. Më ban hellall, kapitan. Po mendova si njeri si Murati. Më ka marrë pjesë tokës, mërbu. Mjaft tani ke gabu. Toka shpejt do t'i kesh prap. Merhaba. Merhaba. Haje. Si. I gjeta. Kapiteni Zeri, më duke li kështu. Po me njerë sa mori vesh kishtar zotënia juj, si kur u gjallërua. Foli dhe për i farë Togeri Sufi, ka qenë miku juj. Bukur fort. Po fillon të ecë puna. Shpejti do të kemi ushtrinë tonë në fik. Kapitan, duhet me ndru basë. Këtë drejt, morbir. Si shumë keni ranësi. Ku do të nda qosh sejt? Mendoj që këtu të mos rrini ma. Vinë plot njerës. Po spyllit. Afër lejthizës. Jetoni plake vetme. Aty do t'jeni më të sigurt. Qa ke, Kurt? Kapitan, jam keq kam dhimbje këtu. Qoj fjalë miqvet të më dërgojnë do barna. Do t'i kesh, Kurt. Do t'i kesh. U vërtetua më në fund se Vesel Shahini është dërguar me detyrë nga CIA të krijojë kushtet për një lëvizje të armatosur kundër pushtetit popullor. Avazi vjetër. Me gjithë disfatet që ka pësuar CIA dhe zbulimet e tjera aleatet të saj, përfshi këtu dhe udhban e ditës, ata nuk po e qindor nga synimet e tyre. Edhe në këtë rast duhet t'ja u thyej mundët. Konditet po i kryejmë shoku Kasmet. Mos harroni se një veprim i pa llogaritur mirë të prish gjithë punën. Zotri Ezir. O, zoti Sejid, si jeni? Falenderi, si jeni ju? Faleminderit, do të mbaroj punën, do të kthejmë që sonte se kështu e kam marrë. Si të dëshironi. Jo nuk duhet t'i futin këtu ata njerëz. Shtkeqi ka këtu. Ata njerëz në mi. Kemi kaluar një jetë. Do të pimesh vetë kur t'i njohësh. Fol për Sejid. Jo me refikur, kapitan. Duhet takojmë diku jashtë.
Zoti Perikli dhe zoti Nezir janë të likështuar dhe zorë se ngjiten deri këtu. Mirë mbaj vetëm Sofi, ju thash. Të më presin sonde të këtyrbi abuz liqenit. Pre andoj nisemi për në bazën tjetër. Çoni burra. Drejtori të partisë së bashku me kryetarin e degës, ku raportuan mbi situatën e deritanishme. Partia e miraton kërkesën tonë për të hyrë një radiologje me zbulimin amerikan. Këtë detyrë ka besuar grupi tonë operativ. Vesel Tahir Shahini, ish pronar tokash, në mërgim shqyet për veprimtari politike kundër Republikës Popullore të Shqipërisë. Tradhtia jote është e qartë. Proces verbalet e firmosura dhe materialet që na ka për momentin e arrestimit janë prova të pakundështueshme. A e kupton tani se kjo tradhti paguhet shumë shtrenjtë? Po, zotni. Më dëgjoj me kujdes dhe se Shahini. Ne do të vazhdojmë në emrin tënd lidhje me Cian. Ti duhet na japësh gjithçka që kjo lidhje të jetë e sigurt dhe të vazhdojë me sukses. Në qoftë se nuk do të arrihet qëllimit, kjo do të ndodhë vetëm për fajin tënd. Çdo tentativë për të na hedhur do të ketë pasojë akoma më të rënda. Qartë? Zotni, lidhet mbahen vetëm nëpërmjet Refikut. Unë nuk jam radist. Ju lutem, mbajni parasysh këtë. Për çka i takon Refikut mos u shqetëso. Ai më mirë dhe më shpejt se ti e kuptoj gjendjen në të cilën ndodhet. Dhe ditë të gjithë rrugët për të lehtësuar sadopak krimet që ka kryer. Çfarë duhet bëj për ju, zotni? Të thuash të vërtetën dhe të përgjigjesh drejt pyetjeve tona. Mos ke mbajtur ndonjë rezervë. Jo, zotni. Refik Hamit Milaga, gjatë luftës është aktivizuar me forcat e Abbas Kupit. Më vonë komandant burgu. Ka marrë pjesë në pushkatimin e 3 komunistëve. Mbas çlirimit qëndron ilegalisht në Male dhe Aratiset. Vihet në dispozicion të zbulimit italian, anglez dhe së fundi amerikan. Krimet e kryera nga ti u dokumentuan dhe çështja është gati për gjyq. Lidhjet me Cian do t'i vazhdoj më tej. Si? Mos u habit. Padroni kur të përgatiti, nuk harroj të thosh se sigurimi shqiptar ka luajtur dhe me zbulime tjera. Tani e ka radhën Cia. Dhe në qendër të kësaj loje do jesh ti. Unë? Po. Nga ti varet suksesi dhe dështimi. Suksesi do të lehtësonte disi pozitën tënde, ndërsa dështimi do të fuste akoma më thellë në dhumin e tradhtisë. Suksesi juaj varet shumë edhe prej zotni Veselit. Ai është përgjegjësi i grupit. Për atë mos u bëj merr. Ai është agent i rregull dhe di se kur dhe si duhen marrë kthesat. E çfarë duhet bëj? Të kryesh detyrat tona. Më vonë më thuaj nëse ke ndonjë gjë tjetër për të më thënë, ose që nuk e ke thënë drejt. Zotni do vemi gjithë në dispozicionin tuaj. Sonde është takimi kadër sipas planit? Yes, sir. Precizo vendin nga transmetojnë ata dhe kërkoj të dhëna me karakter ushtarak. Transmeto tekstin, përse nuk dolën në takim?
Më në fund u përgjigjen, sër. Përse nuk dolën takimet e caktuara sipas planit? Mos dalin 3 herë në takim e justifikojnë me faktin se në zonat ku veprojnë ka patur lëvizje të forcave të komuniste. Gjithashtu shtojnë se ushtria shqiptare ka armatim sovjetik. Është logjike që rusët mos kenë ushtrinë e tyre atje. Ka mundësi që në Shqipëri të veprojnë edhe forcat bullgare. Shqiptarët janë fanatik, sër. Edhe Jugoslavët deshin të futin atje ushtri ku kishin miqësi me ta, po nuk i lejuan. Në ato dhëna dhe deri tani derisa se ata e kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre në zonën e caktuar për Qamil Boranicën. Ç'mendoni ju? Deri tani ata nuk kanë kërkuar që Qamili të tërgohet. Unë mendoj të u propozojmë. Kështu? Veç se vonesa e daljes takimin me radio më shqetëson. Po, le ta përdorim Qamilin për kontroll, sër. A u përcaktua vendodhi nga transmetuan ata? Po, sër, nga malet e Gurasit. Zbarkimin e 7 korriku në duke Veselin nuk duhet ta pres. Po mirë, për këtë zbarkim ka të vjeni banda Avniu dhe lidhet e Veseli që u gazmen. Është marrë parasysh gjithçka. Po sikur Avniu të mos vi. Mos kijesin dyshim. Banda e tij është ka ta ndisur si mos më keq. Mos prania e Veselit do të ngjall dyshimi. Pikërisht këto dyshime duhet i kthejmë në favorin ton. Shqipëria ka ngulur në kërkesën e saj për planuar në OKB. Mr. Kolmi kërkon urgjentisht një informacion të hollësishëm mbi situatën atje. Pas nesër grupi Veselit pret furnizim. Ndërsa Qamilin ata nuk e presin tani. Më vjen mirë që refuzojnë. Shoj më vonë. Kujdes grupin e Veselit. Është puna jonë më me Leverdi. Kurt, a e din si jepet shenja kur vjen aeroplani? Jo, nuk e di. Si nuk u duk sot këtej, kapetani. Kush e di si e ka hallen? Dë një farë vëndi sa këti trëmbë. Sure, hajde, qëmë. Qa qenë të krisma, Ursen? Ishin punëtor të gjeologjisë që kanë pa aeroplanin. Ashtu, Sa ti ko burra, as një gjurëm zjarri. Unë po shkoj tek zjarri tjetër. Ndaj! As një lëvizje! Jeni të rrethuar! Kush je ti, more? Mos lëvizni, u them! Dërzohuni! Veç na polli. Më duk si zëri Murat Sekës. O Murat! Ti e mor vlla? Jam kapiten Bajo! Qenë kanë tanët! Qohuni burra! Ti qenë kapiten Bajo. Leshtë brava, o vlla. Si e të mirë. Burra. Nuk e parë dhe të gjurë asja. Mos s'kini mëra. Miropafshim. Miropafshim.
Si e keni punën? Ku e ke Vesel Shahinin? Ku e ke mshe? Pse nuk erdhi në zbarkim? Ka punë kapetani, ormiq. Ka shkuar një zonë tjetër. Atje na qo. Po të murdhroja i po. Ti do me i grabit Florit e pastaj me dorëzu në sigurim. Por ti, jemi në mes të rrugës pa e disht punoj? Hele, pa përvoje një herë lumë miku. Or kurt. Kapetani ka punë. Jo se nuk ka besim. Jo kuptoni, por ashtu janë disa gjëra. Do t'i qoj fjale, po murdroj të shkoni të atakoni. Do t'ju se lajmë të këteqje. Bas 3 ditësh. Jo. Se pas 3 ditësh nuk da është shkollaj për nesh. Të forcosh kontrollin ndaj Kurtit e Cenit. Ata nuk duhet dyshojnë as pak se Veseli është i arrestuar. Saiti duhet ruhet nga çdo provokim. Për se kur të japi mundësinë një takimi me Veselin. Është me rrezik. Mjafton një shenjë dhe Sikur ta di kjo qeveri se këtu është fshehur Vesel Shahini. Copa ta kishin ba trupin. Kush është? Baba, ka ardhur Sehiti. Merhaba, burra. Merhaba. Zoti Veseli, u qonë selam. Keni bërë gabim që keni pritur zbakimin pa urdhë e tij. Kështu më tha. Thuaj Kurtit më tha se është e dyta hel urdhrin. Megjithatë ju a di vlerë. Jam lart letër për ju. Këto dollar? Ndajeni. Se të sharrova. Këto ilaçe janë për ty. Mi dha zë të Vesel. Ti pish pas buke dhe të bëjnë mirë. Për takim më vonë. Tash jam i qetë, jo për paret e letrën, për parthike, për këte veç aje dinte. Kur i erdhën kapitanit këto barna? Zoti Vesel ka shumë fije. Kur të pikjeni me do? Jo thot vetë. Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one. It is far better organized than were the Nazis. In occupied countries prior to their capitulation. They are seeking to weaken America, just as they did in their era of obstruction, when they were aligned with the Nazis. Their goal is the overthrow of our government. There is no doubt as to where a real communist loyal... Zhadanti komuniste shkoj mirë, Mike. Jam në djeni, sir. Presidenti Truman e kupton drejt rrezikun komunist. Të kujt e kanë kthyer Koren në një gërmadh. Djemtam po vriten. Komunistët na e vodhën bombën. Ta duon ta hedhin botën drejt një lufte të tretë botërore. Duon intensifikuar veprimet atje. Është porosi. Javën që vjen do të bëjmë një inspektim në kampet tona ku stërvitet një pjesë e emigracionit politik. Duhet të bëjmë çmos për shtuar radhë me emigrant ekonomik. Nuk afrohen, sir. Shqiptarët janë shumë kokfort. Duhen përdorur të gjitha mënyrat, Mike. Është urdhër nga drejtoria qendrore. Gjatë mungesës tuaj patëm një komplikacion.
Ata nuk e pritën sparkimin. Njoftuan se parashutat e hedhura nga distancë e lartë ranë në afërsitë e një qendre të banuar. Kjo gjë vuri në lëvizje forcat komuniste, të cilët duhet kenë gjetur edhe parashutat. Pas stabilizimit të situatës, ata transmetuan këtë radiogram. 66:49. Pilotët kanë sparkuar pa shenjat tona. Ky veprim vën rrezik ne dhe miq tan. Ne e njohim gjendjen këtu, prandaj çdo zbarkim duhet bërë vetëm me pëlqimin ton. Vazhdoni. Ata kanë intensifikuar aktivitetin e tyre në zonën e Kreshtës. Ky është rajoni ku duhet punon dhe Qamili. Si urdhëron. Para 5 ditësh njoftuan me radiogram 6252 Maria. Veprojmë në Kresht. Këtu ka mundësi të më dha pune. Qamili do të ishte shumë i vlefshëm për qëllimin ton. Shihet e arsyeshme dërgimi, rrugët saktoni vet. Kërko vendin ku mund ta hedhim Qamilin. Si urdhëron. Përgatitni materialet për 50 vet. Armë, veshje civile, para, si dhe sendet që kanë kërkuar. Sonde duhet ai. Drejtë e merr vesh. U bë një javë që po e presi. Ha, Sadik. I kemi zënë gjitha shtigjen, nuk ka nga ne ikën. Fushër pyll! Antra parullën! Presi mikun e natës! Hajdini për burra! A je Qamil Poronica? A je në sjetë! Qamil Jakub Poronica, arsim fillor. Mbas aratisjes të 1939 se shoqëron zogun e 16 shtete. Rikthehet ilegalisht në Shqipëri mbas 13 vjetësh. Hypi zogun fuqi, me futin një kurs ushtarak, ku mora gradën aspirant. Me vonë më caktoi detyrën e tok komandantit në gardën mbretërore, me gradën kapiten. Me 6 prill 1939, e përcolla zogun në Greqi, dhe nuk jam darë derisa u ktheva në Shqipëri. Çfarë detyre të caktuar? Lepe? Është saktuar detyra të përgatis kushtet në Kresht për një lëvizje të armatosur dhe në bashkëveprim me krahinën e influencës Veselit të shpërthente në një zonë më të madhe. Ti mësove për fatin e Veselit dhe të Refikut. Ka një mënyrë për të lehtësuar disi krimet e tua. Mendo. A do ma falni jetën, zotni? Të dhimset. Çfarë porosisht speciale të janë dhënë për të kontrolluar gjendjen e grupit? Duhet të njoftoj me anë të Refikut mbërritjen time. E po që se grupi punon normalisht, të përdor parullën, unaza parashutës punoj mirë. I pandeur, kemi disa muaj që jemi në lidhje me padronët e tu. Në qoftë se puna e filluar do të ndërpritet, faji do të bjerë mbi ty. Vihem në dispozicion, zotni. Gjashtë 32 Maria. Unaza e parashutës punoj mirë.
Zbarkimi në rregull. Qamili mbriti. Morëm 3 parashuta. Ty nuk I gjetëm. Forca policie dhe populli janë në ndjekje. Kur është lënë takimi sipas planit? Nesër në orën 20:00, zoti kolonel. Bukur. Kërko të dërgojnë informata ushtarake si dhe fut parullën e kontrollit. Sigurton. E të bëjmë një verifikim të grupit, Mike. Në radiogramin e parë që morëm nga qendra mbas ardhjes së Qamilit, thuaj: punë e mirë Qamil dhe moll. U kërkua me këmbgulje takim mbas 3 orësh nga ata. Ne duke mos ditur si të përgjigjeshim. Tashmë për ne që e qartë se kishim të bënim me një parullë kontrolli. Për të fituar kohë, kërkuam përsëritjen e radiogramit. Dhe në transmetimin e dytë ata futin parullën. Atë doni pushk. Cili është mendimi juaj për gjendjen e krijuar dhe çfarë shqetëson Jonin? Po Qamilit I është dhënë detyrë nga qendra për të verifikuar grupin me anën e parullave. Ai me gjithë insistimin ton akoma nuk ka treguar të vërtetën. Si duket, CIA e ka zgjedhur Qamilin midis fanatikëve. Po. Dhënia e parullës tjetër atë doni pushk u drejtohet Veselit dhe Refikut. I pyetëm agjentet, por u përgjigjen se nuk dinin gjë. Në fakt unë dyshimin kryesor e kanë të Refikun. Ai u shqetësua shumë. Çfarë mendimi ke për Rrugdalje? S'dishte. Është rrezik të ndërpresim radiolojën, po qëse nuk përgjigjemi saktë. Ata, me sa duket, nuk duan të luajnë nga pozicioni që kanë zënë. Pra, duke u marrë Roma me këtë punë, do t'i vanonin përgjigjen qendrës dhe kjo do të forconte më shumë dyshimet e armikut. Tjetër version ke? Sikur të luajmë me kartën e Aresës. Me kartën e Aresës? Po. Më shkoqër. Të mos u përgjigjemi saktë parullave. Po. Dhe këtë ta shoqëroj me njoftime optimiste lidhur me kryerjen e detyrës nga emisarët. Ku e bazon? Po, kanë kaluar shumë muaj që agjentet kanë marrë parullat. Edhe mund t'i harrojnë. Njerëz janë. Mirë se Veseli dhe Refiku I kanë marrë parullat kohë parë. Por Qamili erdhi pardje. Po edhe Qamili mund të harrojë njerëzisht. Pastaj duke vlerësuar gjendjen, zbuluesit e CIA-s do të kujtojnë se intelekti I Qamilit lën për të dëshiruar. Po. Qartë. Vetë se duhet të shtoj se CIA e ka të vështirë të mos mbaj parasysh shpresat e mëdha që ka varur tek agjentët e saj. Të mos harrojmë edhe një mundësi tjetër. Johnny mund të vazhdojë ndërlidhjen. Por do të përpiqet të vërtetojë gjendjen e grupit. Dhe po bind se ne I kemi hyrë një radioloje, do të bëj çmos ta kthej atë në favorin e tij, pra në kundër radioloje. Përpara se të vendosim, duhet patjetër të konsultohemi. Futën disa herë parullën a doni pushk dhe moll, por ata nuk kujtohen. Mos përgjigjem shkakton dyshim. E çuditshme, Mike. Veseli, Qamili dhe Refiku janë fanatikë të çështjes sonë. Ata janë nga më të besuarit e mbretit. A mund të rrethojnë njerëz si ata? Në radiogramet e fundit kërkojnë radio të mëdha transmetuese si dhe armatim. Jo tregon për shtrirje të influencës tyre në zonat ku veprojnë. Mendoj t'i furnizojmë, Mike, edhe t'ja lëmë kohës për vërtetimin e dyshimeve tona. Sigurt. Gjendja në Shqipëri sa vjen dhe acarohet. Populli është kundër qeverisë komuniste. Në zonën e kaptinës së vogël dhe të Kreshtës ku veprojnë emisarët tanë, 1000 vet janë gati. Po I furnizojnë me armë e veshmbathje. Mes tyre gjenden dhe oficerë në punësat qeverisë komuniste.
Emisarët tanë kanë kërkuar që të dërgojmë kuadro të tjera me influencë dhe aftësi për të punuar në zonët ku ka kushte. Në pranverën që vjen do të japin sinjalin për fillimin e kryengritjes. Liderët e partive të legalitetit, të bllokut dhe të ballit po punojnë për afrimin me emigracionin ekonomik. Por mirisht nuk kam përparuar në këtë drejtim. Nga emigracioni politik është arritur një kontingjent prej 1500 vetash, të cilët po stërviten kampet tona. Ky kontingjent është i pajisur me çdo gjë që i duhet për veprim. Gjithçka duhet të tingëllojë si çështje e vetë shqiptarëve. Pasi të ketë shpërthyer kryengritja, ne do të ndihmojmë me armë dhe pajisje të tjera. Në fushën diplomatike, Shqipëria nuk do të pranohet në OKB. Për këtë duhen shfrytëzuar mirë edhe akuzat e jugoslavëve ndaj saj. Flota dhe aviacioni ynë do të vijnë në dispozicion në çastin e duhur. Dikur Roosevelti e kundërshtoi hapjen e frontit në Ballkan. Gabimin e tij duhet ta korrigjojmë ne. O barku! O barku! Barku! Marova! O barku! O barku! O barku! Tani jetë e prova. Janë të freskëta, tani se i këputa. Gjergji, të kërkoj në telefon. Shoh Gazmen, Rafiku është vrarë. Në hapi punë. Përqendje në krijuar mbaj përgjegjësi të rëndë përpara partisë. Joj mendimin se Rafiku duhet ta dinte përgjigjen e parullave kurthe Adoni Push dhe Mo. Radioloj parasikun s'mund ketë. Aq më tepër që zbulimi amerikan ka krijuar gjitha ato dyshime lidhur me mosdhënien e parullave nga ana jonë. Mbas 3 ditësh do na furnizojnë me armë nga ajri. Jam i mendimit ta qellojmë avionin. Nëse mos të ngutemi shok. Në tuesinë e tij Rafiku ka pohuar se qendra i ka regjistruar vetëm dorën e djathtë. A duhet i besojmë ne pohimit të Rafikut? Le të besojmë për një çast. Mbi këtë fakt ngjallet në shpresa.
Dolën vaj. Përpiqu të japësh me dojë mos grupet e para. Çpate. Më dhanë shenjën, pritni. Nuk është e njëjta dorë. Çfarë thot? Refiku ka thyer dorën. Po dorën e matja ke regjistruar? Unë interesojmë për aparaturën, shef. Në djallë të vesh me gjithë aparaturën tënde. Vazhdo marrje. Kërkojnë sqarim. Refiku ka thyer dorën. Është rrëzuar. Punon me dorën e majtë. Duhet të interesoheshit që më parë dhe jo tani, Mike. Kush e mban përgjegjësinë për dështimin e grupit? Mas çdo transmetimi duhet të nguni këmbë në përgjigjen e Barrullës Adoni Pushk. Mendoni edhe për rrugë tjetër për verifikuar ekzistencën e grupit. Është e domosdoshme të bëjmë një kontroll paralel. Qendra kërkon informata. Sa miq keni në të gjitha rrethet që janë në pozitë me mararmët tona. Na dërgoni emrat atyre që janë kundra regjimit. Kërkojnë takim posonde ora 22. Gjashtë 85 Marie. Populli me ne. Çoni elemente për të drejtuar dhe organizuar. Plaga efektuar. Refiku do pësuar shumë. Nuk mundet me punua si mbas planit. Shpejtoni vendimin për kthimin e tij, ndryshe detyrohemi të vendosim vetë. Një tjetër, Orgjin. Një tjetër. A e ke taku Veselin? Që punë keti me te? Aja është i Amerikanëve ti UDB-s. Mos u fut kaq thellë, Cen. Ndifto se ku mund takohem me të. U ba kaq kohë që se kam pa. Kam frikë se mos e kanë arrestuar ato të sigurimit. S'ka mundësi. Për ndryshe edhe mu me Kurtin do na kishin futur në burg. Këto fjali për hap sigurimi që njerëzit mos t'i binë mrapa kapitan Veselit. Ashtu, duhet takohesh me të. Është e domosdoshme. Nuk ta kërkoj nga ana ime. Do të pajqë mos, Orgjin. Ku mund të gjejnë zotin Vesel? Lidhu me Seidin. Veç të ka i ka besim kapetani.
një gjë këtu, mos u hallakat shumë. I thuj kapetanit kujtohet edhe për ne. Ato ilaçe që më solli nuk më ban derman. Kërkoj tjera. Kapetan. A je Vesil Shahin? Kam qenë marak të madh për ty, kapetan. Jena gjallë e mirë. E punët, po na shkojnë mbar. Kapetan, Refikun s'po e shoh. E kam lënë një bazërcën. Është keq Refiku. Ka dëmtura në krahun e s'mundet me lëviz. Mirë me të shacet. Një tjeta, kapitan. Diskutim plot vrerë në ODB. Ngull këmbë për riadhesimin e emigrantëve politik. Lideri komunist dashkat na lërë për lëndën tonë të parë, sër. E bërë analizën e situatës në Shqipëri, të ke raportë shtizëve nëzirëtor. Si urdhërën. Cila do t'jetë struktura? Gjendja është në favorin tonë, brenda dhe jashtë, do ketë një pretekst. Si ke analizuar dyshimet që na lindën? Parullën a doni pushk dhe moll, ata nuk e kujtojnë. Informatave që ju kemi kërkuar, u jam përgjigjur saktë. Verifikimi fizik që bën për mua e heq çdo dyshim. Po mungesën e Refikut në takim si e shpjegoni? Me smundin e tij, Veseli kërkon radis tjetër dhe kthimin e Refikut këtu. Këtë takime kanë kërkuar me këmbgulje jashtë planit. Është refleksi I parullës, a doni pushk. Edhe kontakti I Cenit me Veseli nuk I ka bindur. S'më ke shkuar ndërmend se vitin e ri do ta kaloni maj malit si Eremin që komajor. Besojmë se viti I ri do të na sjellë në peshë jashtë majm. Apo jo, Sadik? Qendra pyet. A jeni në kondita të mira? Kujt ja keni dorëzuar kur u larguat kopsat për argjendit të mangëve të këmishës? Kjo është tepër e rrezikshme. Duhet patjetër të zbërthejmë se çfarë fshehin këto fjalë. Aty janë fjalët. A mbani mend kujt ja keni dorëzuar kopsat për argjendit të mangëve? Kujt personalisht I adresohet kjo pyetje nuk është e qartë. Sidoqoftë. Qamili, Veseli dhe Refiku I vdekur duhet ta dinë përgjigjen. Në qoftë se di vetëm Refiku, atëherë shpresa nuk kemi dhe radioloja këtu merr fund. Kam përshtypjen se nuk kemi të bëjmë me një parull, por me një hollësi të improvizuar. Po të ishte parull, do ta përdornin edhe më parë. Po. Ka mundsi.
Kështu na ka ndodhur edhe në 1949 me zbuluesit italian, kur kemi zhvilluar me ta radiolojën busa e predhit. Mësuar me cigare të shtrenjta. Përveç parullës që nuk na treguat kur erdhi andej. Keni ndonjë parullë tjetër rezervë? Jo, zotni. Mendoj i pandur. Mos vazhdo të rëndosh veten. Për atë zot, jo, zotni. Kur mbreti juaj theu qafën dhe rëmbeu arkat me Florin, nuk të dha gjë? Shumë pak, zotni. Ai është kornat si mas. Patë që more ku i ke? I kam depozituar një bank në Kairo. Orë në Florint. Ata e shita para se të nisësh këtu. Si do t'i përgjigjesh atij parullës? Ku i kini lënë kopsat prej argjendit të mangëve? Nuk e di, zotni. Nuk na kanë thënë një parullë tillë. Mendoni. Në banketet që organizonte Zogu, merr një pjesë? Po, zotni. Si visheshit? Me kostume të errta, jakat bardha. A përdornis për manshetat e këmishës kopsën? Përdornim, zotni. Të kushtueshme? Të Florida ose të argjenda. Një palë për argjendi që na i padhuruar djalin atë magnis, i kam lënë valizhen time në pikën e zbulimit amerikan. Po qamil. Kopsa prej argjendit të mangëve. Ke patur? Si urdhon? Kush t'i ka dhënë? Princi, zotni. Ku i ke? Në valigjen time për tej. Come on. Shef, tani sa po njoftuan përgjigjen e pyetjes tonë. 6693 Maria. Kopsat prej argjenti janë në valigjet tona. Mos na mundoni kot. Bukur, Mike. Radisin e ri ta instruktoni sa më mirë. Si urdhon. Nuk njihesh fare shokulloj. Ikore. Ja tjetër. S'ka më gotovo sa një dimë në Stivoseni mirë, Trut. Zitoni tima. Trut e thata, bjeri këtu. Bëni kapit, shok. Kush jeni ju? Dal! Asi lëvizje! Parullën! Zjari, kontra parullën. Bora në mal! Asi lëvizje! Të vi drejt meje zoti Vesel! Zotni, kapetani na urdhënoi ne tu presim. Përveç parullës dhe kundër parullës, ne nuk dim gjë tjetër. Mos u afroni! Kapetan Veselit vi këtu! Si të doni, zotni. Ne kemi lënë zjarin dhe shpitona për t'ju pritur. E janë i burra. Prisni, më çoni tek zoti Vesel. Tani mund të çojmë tek zoti Vesel. Ahmet Kalati ka qenë në qytetin e Hasan për Petës. Aratisur më 1944. Ka qenë në kampet e emigrantëve të Unras, Siros,
Pires, Karetës, Livornës. Ati është njohur me krerët e migracionit shqiptar. Në mars të 1929 kalon në kampin e Irës në Itali. Ku me ndërmjetësinë e kriminalit të luftës Xhafer Beta, vihet në shërbim të zbulimit italian. Ka pas qenë hedhur me parashut në zonën e Mirditës, ku ka qëndruar për një kohë të gjatë me bandën e Hys Leskut e të Gjon Gjergjajt. Për të shpëtuar ndjekjeve ka kaluar në Jugosllavi, kurse më vonë është vënë në shërbim të zbulimit amerikan. Qasha kur Gjergj. Zbuluesit amerikanë nga zgjedhur në mes të zgjedhurve. Një agent I tillë I rrallë me vaje e uthull do t'i kryente më së miri detyrat. Por ata harrojnë se ai që tradhton atë dheun dhe popullin nuk e ka përgjithësisht lirë edhe patronin. Ç'është detyrë ka ngarkuar për të verifikuar gjendjen e grupit? Në radiogramin e parë të shënojmë parullën, Bora filloi. Nesër mbrëmë Ahmeti do të transmetojë për llogarin tonë. Radiogramin e kemi përpiluar kështu. Gjashtit e 61, Gurgur, Bora filloi. Radisti mbriti mirë. Morëm 2 parashuta, po ndrojmë zonë. Falenderojmë pilotët për zbarkim të mirë. Duhet shpejtuar fillimi I kryengritjes. Të dhënat që ande janë konkrete, sër. Leoni lexoj disa radiograme. Gjashtë dhe 52 Maria. Kemi bërë shumë njerëz për vete. 140 forca janë gati me armë. Presim zbarkim. 66-53 Maria. Mjaft oficerë të ushtrisë shqiptare janë me ne në zonat ku veprojmë. Falenderojmë për materialet që na keni dërguar. 66-57 Maria. Kemi shumë miq. S'kemi armë me I furnizu. Presim zbarkim. Refikun dhe Veselin duam t'i kthejmë. Çoni njerëz. Zërin e Amerikës e dëgjon popull. Më qartë ju lutem. Ka disa kohë që ata insistojnë për kthimin e radisit plagosur. Pasi e zëvendësuam atë kanë shfaqur mendimin që të vijë Veseli për na raportuar gojarisht lidhur me situatën. Shprisni, kolonel. E kuptoni, është urdhër. Kësaj pranvere duhet të shpërthej kryengritja. Yes, sir. Veselin dhe refikun e plagosur do I shoqëroj për këtu Serafini. Do ta prisnin mas 10 ditësh në kuadrati 75-46. Grupi yt do të niset drejt kufirit. Kurse ne do të transmetojmë nga kapiteni e vogël. Rrugën e mbarë. Dalë si faqe ballë. Miropafshim. Miropafshim. Gjashtëdhjetë e 86-85, Gurgur. Jena tu e prit zbarkim tash 5 ditë. Me qëndruar në pritje është rrezik për ne dhe miqt të cilët presin armatimin e premtuar për nesh. Mosardhja e armatimit na komprometon përpara miqve. Njoftoni, a do të ketë zbarkim dhe kur?
shumë kohë nuk mundemi me prit. Miqt po mërziten. Po dalim gënjeshtar me ta. Me prit më gjatë, rrezik se diktojnë. Koha shumë e mirë. Njoftoni, do të ketë zbarkim dhe kur. Për ndryshe miqt do të largohen të idhënum me ne. Zoti kolonel, si të veprojmë? Ata njoftojnë përsëri, Qamili ka qindra njerëz që presin të marrin armët. Mos u nxito, Mike. Të vijë një herë Veseli këtu. Në kuadratin 46 ndizi një projektor për orientim. Thojni të futet atje ku shet dritë. Sigurisht. Ata insistojnë që të kthehet Vesel Shahini. Nuk i kemi njoftuar për fatkeqësinë që na ndodhi në kufi. Informojnë se 140 vetë në kresh janë gati. Në kaptin 350 të tjerë presin armë. Ulin këmbë që të ketë zbarkim. Atëherë bëni gati kontingentin e ri, kolonel. Të dërgohen emisar të rëndësishëm dhe me kapacitet. Si urdhër. Shok. Partia në porosit që të mbyllim këtë dialog me CIA. Detyrën që na është ngarkuar e që mund të realizuar. Tash nuk kemi grumbulluar fakte të padiskutueshme për demaskimin e imperializmit amerikan dhe synimeve të tij ndaj vendit tonë. Të verbuar nga armiqësia ndaj vendit tonë dhe duke mos pasur njohuri të sakta mbi realitetin shqiptar, imperialistët u gjendën shpejt në pozita shumë të vështira. Sido që emigracioni reaksionar shqiptar u katandis si mos më keq, sa herë që shpërsoi lufta klasore brenda ose jashtë vendit tonë, ai i ngrinte veshën. Imperializmi i bënte injeksionin e nevojshëm dhe ai riaktivizohej.
Kështu ndodhi pas daljes hapur të tradhtisë së revizionizmit tipist më 1948. Gjithë këto ndërhyrje, presione e provokacione pa skrupull janë vazhdimi luftës së egër që nuk kanë pushuar për asnjë ditë imperialistët amerikanë, anglezë e tjerë dhe reaksioni botëror ndaj vendit tonë.